Përshëndetje shpirtrat e bukur në evolucion. Për të gjithë juve që keni filluar vërtet transformimin dhe ju që nuk keni filluar transformimin. Sot jam këtu të jap një lajm të mirë. Dhe mbas edhe më ke dëgjuar që them shumë gjëra analizoj informacione të jashtëzakonshme vetëm me ditën e lindjes. Dhe më ke dëgjuar të them që bëni analizën e artës të shpirtit, të kontratës të shpirtit tuaj me ditën e lindjes. Pse e thërrejz gjithmonë këtë dhe e them? Dhe për të gjithë juve që e keni bërë, nuk është vetëm e bëra dhe e mbaj në sirtar, por e lexoj, e shqyrtoj, marr dhe këshillat që më jepen edhe bëj diçka ndryshe. Atëherë, për ju që se keni bërë dhe për ju që keni bërë, arta e shpirtit, e kontratës të shpirtit, vetëm me ditën e lindjes, është hapi i parë për transformimin tuaj. Prandaj është shumë e rëndësishëm. Dhe më keni dëgjuar që jap dhe shumë gjëra dhurat falas. Për të gjitha këto dhe të tjera, së mos për yllin e fatit që është një informacion më i ri që kam bërë tani në kohët e fundit në Rusi, është dhe kjo, si që shkoni këtë varsën që e mbaj, dhe as një muaj nuk e kam që më ka ardhur që andej, e porositur, këtu, se nuk duket nga afër, e kam dërguar në grupet, kush do që të shkoj mund t'ja dërgoj fotografin, janë 6 numra, kodet e dritës, si që themi, që përmblidhe tërë jeta jonë, fati jonë është të ky hylli këtu. Në rregull? Dhe ky hylli del nga dita e lindjes. Për të gjithë juve që asnjë nuk e ka bërë deri tani, jam e para që e kam bërë, po jetoj këtu në Greqi dhe jam që kam marrë këto mësimet, vendosa nesër data 22, dita e mërkur, në orën 8 të Shqipërisë, 9 të Greqisë, të mblidhemi të gjithë së bashku, duke patur fletore dhe silolaps dhe ditën e lindjes tuaj të plot, dhe të merrni dhuratë falas këto 6 numrat e jetës tuaj. Dhe për më tepër do flasim nesër. Mos harro që këtu në tokë nuk erdhëm vetëm të ham bukë dhe të punojmë, erdhëm të jetojmë, të bëjmë transformimin tonë dhe investimi më i madh që duhet të bësh në këtë jetë është të investosh tek vetja jote, te shpirti jot. Ndryshe do vish përsëri, gjithsa ti kuptosh. Ashtu si edhe unë që kam ardhur 23.000 herë, pavarësisht se kur e kam thënë në një video në televizion, filluan njerëzit disa të shkruajnë, të mos besojnë, s'ka gjë, unë nuk mërzitem, sepse nuk mund të jem e besueshme në të gjithë, nuk mund të jem e dashur në të gjithë, dhe pranoj të gjithë këtë. Por unë jam e sigurt për ato që them, që flas, sepse di dhe ti ose kush e ka provuar që të kthehet, të shikoj jetët e mëparshme me mua, ose mund të keni bërë diçka tjetër, e di që ka dhe jetët të tjera. Dhe kjo mund të vërtetohet në mënyra të ndryshme. Do flasim dhe për këto, do një temë, dhe me që po flasim për këto, do dëshironja shumë që të më shkruanit për çfarë tema ju intereson të flisni më tepër. Sepse dhe videot, kam filluar të jap shumë numra falas për fatin, çfarë i bllokon në bazë të moshës, kush është misioni, e shumë të tjera. Por do të dëshironja çfarë tjetër dëshironi juve të flasim. Në vazhdim do kemi dhe video, ato që unë kam menduar të shfaq, siç kam filluar të lexoj prallat që kanë të bëjnë me emocionet dhe ushtrime të ndryshme, por në të njëjtën kohë do bëjmë ushtrime të ndryshme të sistemit përfaqësik transformues 333. Do thënë,
gjërat kryesore që duhet të përqendrohemi në njerëzit për transformim është hapi parë me artën e shpirtit, kontratën e shpirtit, me kodet e dritës, dhe janë shumë. Kam 6 vjetë që kam bërë dhe kam ndryshuar jetën që atëre dhe akoma marr këshilla, se çdo vit kam mësimin e tij, çdo muaj, dhe po të qëndrosh me atë që vërtet ke ardhur nga Zoti dhe të shkosh drejt asaj dhe të shkosh pikat e dobta dhe të forta, jeta jam e sigur që do të ndryshoj. Ashtu se më ka ndryshuar dhe mua. Atje ku isha që punoj një me orë të tëra, tani e shikoni, kam ardhur këtu, bëj videon, pra po punoj, kam ecur deri tani zbathur, e shikoni, bëj tokëzimin këtu, që të jetë trupi në qetësi. S'ka njeri që të mos i pëlqej kjo jetë, dhe ne mund ta kemi, mund të gjejmë mënyrën si të jetojmë ndryshe, por si mund ta gjejmë, kur ta dim pse kemi ardhur, çfarë dhe më të bëjmë të tokë dhe ku do shkojmë, dhe kush është profesioni jot që duhet të bësh. Ka shumë që edhe në seansat private, domethënë, dhe kundërshtojnë akoma, për shembull që nuk më shkon jeta mirë, mundojnë të bëjnë terapi, por terapinë e bëjnë, po sa e mbarojnë, harrojnë të bëjnë ato që ju them, këshillat. Nuk mund të ndryshoj diçka në qoftë se ti bën të njëjtën gjë me atë që ke bërë deri tani. Kur ti ke ardhur për të shpërndarë ta zemë një ori të jashtëzakonshme, nuk mundesh të vesh të punosh një punë tjetër edhe të shkojë mirë, sepse të bllokojnë rrugët që ty ish në këtë rrugë. Me mënyra të ndryshme që mund t'i japësh dhe këto. Dhe për të gjithë ju që jeni të interesuar akoma dhe për të mësuar këto informacione të jashtëzakonshme, unë, me që po flasim, jam Merita Cake, jam mentore, shkrimtare, trajnere dhe mësuese në metoda të ndryshme, dhe një nga metodat është të mësosh këto informacione të jashtëzakonshme, ta mësosh dhe ti, merr dhe certifikat dhe mund të punosh ashtu si dhe mua, kudo që je. Mund të jesh në Amerikë, në Itali, në Gjermani, kudo që t'jesh, sepse arta e shpirtit bëhet vetë dhe ja dërgon personit një email. Do thënë nuk duhet t'jesh nga afër. Por do kemi dhe trajnime të tjera, si trajnimin e transformimit për fajsik 333, që merret me të gjitha sistemet të trupit dhe sistemet familjare, të bizneseve dhe të gjitha, dhe liron njerëzit nga dhimbjet, nga mësojmë të lirojmë zinxhirët nga paraardhësit, nga prindrit tanë dhe të jetë sikush në vendin e tij. Ndërmjet këtij sistemi përfaqësik, mësojmë dhe të jemi në hierarki. Ndaj familjet tona kanë shere, shamata dhe njerëzit akoma se kuptojnë pse. Do të thënë, jeni me fat, dhe unë jam me fat që i kam mësuar të gjitha këto metoda, që këto mund të bëhen dhe online, kudo që t'jeni, dhe në privat, por dhe në grupe. Dhe jam e disponueshme, jam këtu, të vi kudo në botë ku ka shqiptar, të mblidheni grupe. Dhe të shikoni si do ndryshoj jeta juaj, por kjo mund të bëhet vetëm kur të jeni gati. Ndaj, se gjithmonë them ta bëj videon e vogël dhe e zgjat, kam shumë gjëra që të ndaj me ju, dhe prandaj është ndryshe të flasim të gjithë bashkë në një stadium siç jam unë këtu, me njerëz dhe të bëjmë terapi, dhe ndryshe për video, dhe disa gjëra dhe nuk mundet, për shembull, ti besoni, ti kuptoni, rezistojmë në ndryshim, dhe këtu dua t'ju ndaj që pavarësisht se kam punuar shumë me veten, rezistonja në ndryshim. Sepse sillesha si mamaja ime, që nuk më pëlqente mënyra e saj, e kritikonja, por atë që kritikonja e përdornja unë. Dhe edhe s'më pëlqente, edhe e bënja, edhe nuk hiknja. Pse? Se mbrapa kësaj ishte ajo frika e braktisjes, kisha frikë se mos braktisnja atë maman dhe paraardhësit. Dhe kisha hyrë në rolin e saj. Por ka mënyra që si mund të dalim, edhe le të mblidhemi të gjithë bashkë, të i bëjmë të gjitha këto. Ju pres nesër, kërkoni link falas tek numri 0030 699 321 46 37,
për ditën e nesme që të mësoni yllin e fatit tuaj, kush është pikërisht. Le të flasim për më tepër atje. Ju dua shumë, ju uroj të keni një ditë të bukur.